Mirëseveni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21 për të ndjekur zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri në detyrë, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, ka ftuar liderët e partive politike në takime konsultative për formimin e institucioneve të reja. Kreu i PDK-s Bedri Hamza i ka kërkuar që të takohen nesër në mëngjes. AK-ja i refuzon ftesën me arsyetimin se Kurti i di kërkesat e saj, ndërsa LDK thotë se është e hapur për bashkëpunim. Ndërkohë, Radio Televizionin 21 ka siguruar ftesën zyrtare të Albin Kurti drejtuar liderëve të partive politike. Një ditë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti mëngjesin e sejtës u ka nisur ftesë partive parlamentare, PDK-s, LDK-s dhe AK-s për takim për formimin e institucioneve. Në ftesën e Kurtit shkruan: "Uroj që kjo letër t'ju gjejë mirë, me që u certifikuan rezultatet të zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit 2026 e në dritën e nevojës për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11, ju ftoj për takim në kryeministri në formatin 1+1, pra ju si kryetar dhe një bashkëpunëtor i juaj, sot të njëjtën në orën 17 apo nesër të premte në orën 8, 9 ose 18. Pas ftesës e Kurtit, PDK-ja ka mbajtur mbledhje të kryesisë për të diskutuar hapat e mëtejmë. Pas mbledhjes, kryetari i PDK-s Bedri Hamza tha se e ka pranuar ftesën e Kurtit për takim, por kërkon që takimi të mbahet të premten në ora 9. Sigurisht se unë do të sillna mënyrë të përgjithshme, mënyrë institucionale, nuk jam kundër që të takime, mirë po para se me fol për pozitat e të më thonë dhe e ri përsëris, është tepër e rëndësishme prioritetet. Vizioni për ardhmen, programin, adresimi i sfidave të cilat i ka Kosovës. Nëse nuk ka dakordim për këto, nuk është qëllimi i Partisë Demokratike të Kosovës të ketë një numër të caktuar të ministrive, ta ketë një kryetar të vendit apo presidentin apo çka të shoh. Pas ftesës së Kurtit, edhe LDK-ja mbajti mbledhje të kryesisë. Nga ky subjekt politik thanë se nuk i janë shmangur asnjëherë takimeve në funksion të formimit të institucioneve, por deputetja e LDK-s Janina Ymeri tha se për zgjedhjen e presidentit të ri duhet të ketë pajtim nga të gjitha partitë parlamentare, përkatësisht se paku 81 deputet. Nëse je parti politike, duhet më shku konform asaj çka është në interes për me bisedu se cili president do zgjidhet, se faktikisht na dhe jemi në sediljen e të vendosunit. Mirë, po kjo nuk do të thotë që mund të pranojmë çka do që ofrohet pe Kurtit. Jo, nuk do me thonë në marrëveshje politike pa tjetër, sa do me thonë që me tregu kënë do me bo president dhe mos me caktu dikën 4 orë, 8 orë për para. Pra jo do e mos me marrëveshje, po pa tjetër me pajtim në gjitha partit, ose për 81 vota. Ndërkohë, AK-ja ka refuzuar ftesën e Kurtit për takim. Kryetari i AK-s Ardian Gjini ka bërë publike përgjigjen që ja ka kthyer Kurtit, duke thënë se Aleanca është e gatshme pa kushte ose kërkesa vetjake të ndihmojë në bërjen e kuorumit për zgjedhjen e presidentit apo presidentes, nëse mandatari për krijimin e qeverisë pranon 6 pikat e ofertës së AK-s. Ndërkohë, gjatë ditës, deputeti i AK-s Burim Ramadani tha se ky subjekt politik nuk po kërkon përfshirje në bashkëqeverisje, as nuk ka kushte për kandidatin për president, por sipas tij Ramush Haradinaj do të ishte figura më e mirë për president në këtë kohë. Nuk ka asnjë individ të kategorive të ndryshme në Kosovë duke përfshirë luftarët e lirisë, kontribuesit e mlanë e të tjerë, që nuk pajtohen dhe nuk janë bindur që zoti Ramush Haradinaj do të ishte presidenti më i mirë që mund ta ketë Kosova në këtë rrethon. Ndërkohë, nga vetëvendosje i kanë bërë thirrje partive të ish opozitës për bashkëpunim, sidomos për zgjedhjen e presidentit. Kryetari i komunës së Obiliqit nga ky subjekt politik Halil Thaçi tha se ftesa e Kurtit për takim me partitë parlamentare është sinjal se po kërkon zgjidhje për formimin e institucioneve. I takon udhëheqja e vendit, i takon atij që e ka fituar besimin në shumicë të qytetarëve. Prandaj i kisha bërë thirrje partive opozitore që të bashkëpunojnë për zgjidhjen e presidentit, sepse natyrisht që do të thotë majoranca apo
lëvizja vetëvendosje do t'i ketë numrat për formimin e qeverisë. Pas certifikimit të rezultateve zgjedhore nga KQZ-ja, ka filluar të rrjedhë afati kushtetues 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Deputetët kanë kohë që deri me 7 gusht ta zgjedhin kryetarin dhe 5 nënkryetaret e kuvendit. Ndërsa para pak qastësh ka përfunduar mbledhja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku është diskutuar për ftesën e Kurtit, si dhe për zhvillimet e brendshme në parti. Për detaje inkuadrojmë drejt për drejt nga atje kolegën tonë Valmire Hoti. Valmire, cilat janë më të rejat e fundit nga mbledhja e kryesisë së LDK-s? Po, pra tashme para pak minutash, vetë se përfundoi mbledhjat 3 orë e gjysme e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në fokus të së cilës ishin rezultati zgjedhor, zhvillimet e brendshme të LDK-s e po ashtu edhe çështja e ndërtimit të institucioneve të reja. Pas kësaj mbledhje, një deklarim për media dha kryetari i partisë Lomir Abdigjiku, i cili bëri të ditur se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për takimin sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja, kurdo që ai caktohet pra për datën dhe orën e saktë në bazë të ekipeve të tyre e stafit të tyre, pra mbështetës të partive të dy palëve. Ai tha që në këtë fazë pra nuk bëhet fjalë për emra sa i përket çështjes së presidentit, por tha që në takim duhet të flitet për parime, si dhe për një trajtim gjithëpërfshirës nga partitë politike. Ai tha që zgjedhjet do thotë duhet të shmangen, pasi që nuk është në rregull dhe Kosova nuk e ka luksin që të shkojë sërish në zgjedhje të reja pas rezultatit të 7 qershorit. Për më tepër, Abdigjiku foli pra edhe për zhvillimet brenda LDK-s, ku tashme siç dihet një numër delegatësh vetë se ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm të partisë, për siç është thënë shkarkimin e Abdigjikut nga posti i kryetarit të partisë. Abdigjiku tha që tash deri më tani nuk është deponuar asnjë nënshkrim në fakt, por që sipas tij delegatët janë të lirë të mbledhin nënshkrimet kudo që ata dëshirojnë, por që rikujtoi që zgjedhjet brenda partisë janë të rregullta dhe mbahen për vit pra në vite të rregullta, dhe që sipas tij ndarja e LDK-s dhe nismat e njëanshme nuk i bëjnë mirë partisë, duke thënë që ai vetë nuk e dëshiron do të thotë ndarjen e LDK-s. Sa i përket mbledhjes së sotme, kemi parë që në mbledhje kanë munguar disa anëtarë të kryesisë LDK, siç ishte Abdullah Hoti dhe Hykmete Bajrami, të cilët pra nuk ishin pjesë e këtij takimi të sotëm të partisë. Abdigjiku tha që ka anëtarë përveç tyre që edhe të tjerë që për arsye të ndryshme nuk kanë marrë pjesë në mbledhje, pasi që sipas tij jo të gjithë anëtarët zakonisht marrin pjesë në mbledhje të tilla. Kujtojmë që këtyre ditëve pra sa i përket zhvillimeve brenda LDK-s ka pasur një numër paknaqësish të disa degëve sa i përket rezultatit zgjedhor të kësaj partie në zgjedhjet e 7 qershorit, të cilët pra e kanë kërkuar disa degë dorëheqjen e Abdigjikut për shkak të siç është thënë pra rezultatit të dobët zgjedhor. I pyetur nëse mendon dorëheqjen, Abdigjiku tha shkurt që jo. Për më shumë detaje sigurisht do të mund ta ndjekim deklarimin e tij dhënë para mediave, por që rikujtojmë që LDK-ja në zgjedhjet e 7 qershorit mori një përqindje të votave prej mbi 16%, përqindje kjo që i siguroi vetëm 18 ulse në kuvendin e Kosovës. Pra 3 më shumë se sa në zgjedhjet e dhjetorit e 2 më pak se sa në zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar. E gjitha pra mbetet të shihet nëse do të mbahet nesër takimi apo për ndonjë ditë tjetër, por që për më shumë detaje ndjekim deklaratën e zotrit Abdigjiku. Sot, një ditë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, mbajtëm si çdo rendi mbledhjen e kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëpërmjet të cilës diskutuam edhe rezultatet e fundit zgjedhore në zgjedhjet nacionale të qershorit, po dhe zhvillimet politike drejt formimit të institucioneve. Tani do dalim me një deklaratë, besoj që deklaratën do ta shihni edhe do të jetë publike, në të cilën deklaratë vlerësojmë punën dhe angazhimin e strukturave tona, vlerësojmë punën dhe angazhimin e kandidatëve tanë në procesin e fundit zgjedhor, vlerësojmë rezultatin e arritur dhe i falenderojmë gjitha strukturat për punën e madhe që kanë bërë, dhe në njëjtën kohë shprehim gatishmëri që LDK-ja të jetë pjesë aktive, aq sa mundet, brenda parimeve të veta që i ka dhe vlerave që i përfaqëson drejt formimit të institucioneve të reja. Unë sot kam marrë një letër ftesë për takim me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje zoti Kurti në formatin 1+1.
pra këtë herë të takohemi 2 me 2 dhe do t'i përgjigjim pozitivisht kësaj ftese. Besoj që kohën e takimit do të aranjojnë ekipet tona, por ky le të jetë një takim i parë dhe po ashtu do takohemi dhe do të provoj takohemi dhe me liderët tjerë të partive politike dhe të PDK-s e AK-s për të parë dhe kuptuar dhe pozicionet e tyre. Në këtë fazë du ta bëj publike për gjithë vendin që ky është komunikimi i parë që kemi pas deri më tani. Po nuk ka pas komunikime paraprake, nuk ka pas komunikime të tjera, kjo është komunikimi i parë zyrtar që kemi pasur që nga përfundimi i zgjedhjeve dhe prandaj s'mund të jap më tepër informacion. Ja, ne do të flasim për parime fillimisht. Pra parimet e LDK-s tashmë janë bërë publike, kemi bërë publike disa herë, që do të flasim për një trajtim gjithëpërfshirës të gjitha institucioneve, brenda kësaj gjithëpërfshirëse të ketë balancë mes palëve që i ndërtojnë institucionet. Por duhet parë dhe dëgjuar dhe palët tjera se çfarë mandimi kanë. Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit kur do që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e ardhshëm, pra nuk ka distancë të largët kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakicë çfarë do qoftë ajo dëshiron të mbajë kuvendi, po sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotuhem dhe këtu para jush dhe para gjithë tjerëve që sa herë që deponohet ndonjë nënshkrim, çfarë do qoftë ai do ta thras më një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike zot. As jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë, janë vullnete të lira demokratike, i dirë ka qenë dhe vullneti 31 janarit. Natyrisht do të dëshiroja që LDK-ja të merrej sa më pak me çështje që ndajnë LDK-n. Pra nuk i dëshiroj ndarjen e LDK-s. Besoj që kur kemi pas një kuvend para disa kohe, tani kemi nisma le të themi të njashme, nuk i bëjnë mirë LDK-s, po për këtë çështje do të jap qendrim momentin e pashit të kemi deponuar apo i pasur. Pra, sa po ndoqëm deklarimin e kreut të Lidhjes Demokratike Lumir Abdi Gjikut pas mbledhjes së kryesisë, i cili konfirmoi se do t'i përgjigjen pozitivisht ftesës së Kurtit për takim konsultativ për krijimin e institucioneve, një herësh duke theksuar se nesër pra apo kurdo që do të vendoset do të jetë takimi i parë me Kurtin dhe nuk ka pasur asnjë takim paraprap siç është aluduar. Po ashtu Abdi Gjiku përmendi edhe çështjen e zërave për dorëheqjen e tij, duke siguruar se deri më tani nuk ka pasur asnjë deponim të asnjë nënshkrimi lidhur me këtë. Vazhdojmë me të tjera informacione. Ministri në detyrë i punëve të jashtme të Kosovës, Glauko Njufca, ka pritur në takim zëvendës ministrin e jashtëm të Italisë, Edmondo Cirielli, me të cilin kanë diskutuar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, përfshirë edhe procesin e formimit të qeverisë së re. Ndërka që marrëdhëniet bilaterale, procesi i integrimit të Kosovës në BE dhe antarësimi në NATO kanë qenë në fokus të diskutimit. Vëmendje e veçantë që kushtua bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve me theks në nevojën për intensifikimin e shkëmbimeve tregtare, rritjen e ndërveprimit ekonomik dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta që do ta thellonin më tej partneritetin Kosovë-Itali, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Prokuroria Speciale ka thënë se qeveria e Serbisë ka pasur rol kyç në sulmin mbi kanalin e Iberlepencit dhe se provat konfirmojnë se 3 të dyshuarit kanë kryer veprat me të cilat ngarkohen, ndërkohë të dyshuarit për sulmin mbi Iberlepenc në fjalën hyrëse janë deklaruar të pafajshëm. Prokurori special Bekim Kodraliu ka paraqitur provat e fajësisë për 3 të akuzuarit për rastin e kanalit të Iberlepencit, duke përmendur përputhjen e baltës në zonë dhe asaj në çizmet e të dyshuarve dhe gjërat që të dyshuarit prekën mbrëmjen e 29 nëntorit 2024. Kodraliu tha se të dhënat u nxorën nga hetuesit amerikan të FBI. Përbërja minerale
sastav minerala dhe karakteristika tjera fizike i ostale fizike karakteristike të dhëut të marrë në vendin e ngjarjes zemlje koje është uzeta në mes të događaja me dheu dhe boltën që është gjetur në qizmet e të pandeurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević. Sa zemljom i vlatëm të e pronađena u qizom autrilin i Jovan i Dragisha Vicentijević. Prokurori Kodraliu ndër të tjera tha se sulmi mbi kanalin e IBL Pencit përbën sulmin e 4 të kësaj natyre. Pas sulmeve ndaj zyreve të KQZ-s në Mitrovic në vitin 2022, sulmi ndaj ushtarëve të KFOR-it në vitin 2023, barrikadave dhe sulmi në Banjsk po atë vit. Nga provat që kemi siguruar, apo i dokazat koje smo obezbedili, që do të prezantohen para jush, koje će se predstaviti po dhe nga provat e rasteve të mëhershme, vërtetohet utvrdi që se qeveria e Serbisë ka pasur një rol kyç në këto përgatitje. Prokuroria tha se vëllezërit Vicentijević përveç sulmit mbi IBL Penc, dyshohet se kanë kryer edhe një vepër tjetër të vrasjes. Për dëmet që të dyshuarit i shkaktuan kanalit IBL Penc, i cili konsiderohet si infrastrukturë kritike e Kosovës, në seancën e së njëjtës u deklaruan edhe përfaqësuesit e ndërmarrjes IBL Penci si palë dëmtuar. Prokuroria speciale bëri të ditur se provat që të dyshuarit përveç sulmit terrorist kryen edhe veprën spionazh, kanë edhe komunikimet e të akuzuarve me persona të ndryshëm që lidhen direkt me rastin e IBL Pencit, fotografi dhe dokumente sekrete të KFOR-it, që ju gjetën njëri nga të dyshuarit në telefonin e tij. Në seancën e së njëjtës, 3 të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm për të gjitha akuzat e prokurorisë. Avokati njëri nga të dyshuarit për sulmin, Jovan Vicentijević, e ka cilësuar aktakuzën e ngritur nga prokuroria si jo ligjore. Iako ni jedan zakon ne zabranjuje da se drže. Mjetet të cilat i bartin të pandeurit i quajnë jo legale, edhe pse asnjë ligj nuk i ndalon që të mbahet thika e radio, secili qytetar ka maska dhe uniforma. I tërë konstruksioni i bashkëkryerjes mes Jovanit dhe Dragishës është i gabuar dhe i kundërligjshëm. Avokati e vlerësoi si të kundërligjshme edhe veprën e spionazhit që i ngarkohet të mbrojturit të tij. Sekret shtetëror nuk është se si duket baza e policisë në Zubin Potok. Sekret shtetëror nuk është se ku gjendet patrulla e policisë apo kush është drejtori i policisë. E që sekret është diçka e parashikuar me ligj. Sekret shtetëror nuk janë as dokumentet e KFOR, sepse nëse ato do të zbulohen, KFOR është ai që duhet të mbrohet. Ndërkohë, edhe mbrojtësit e të akuzuarve të tjerë, Dragisha Vicentijević dhe Igor Dimović, u shprehën të bindur se klientët e tyre janë të pafajshëm. Të akuzuarit Dragisha Vicentijević, Jovan Vicentijević dhe Igor Dimović dyshohet se kanë kryer veprat e terrorizmit dhe të rrezikimit të rendit kushtetues përmes shkatrimit ose dëmtimit të instalimeve dhe pajisjeve publike, si dhe të spionazhit. Seancat e radhës ndaj 3 të akuzuarve për sulmin e IBL Penc pritet të mbahen më 27 dhe 28 korrik. Policia e Kosovës ka konfiskuar armë, fishek, bomba dhe flamur me mbishkrim zetës gjatë një aksioni në pronat e një të dyshuari në Leposaveqe Vushtri. Gjatë kontrollit në 3 lokacionet të ndryshme, janë gjetur e konfiskuar një armë automatike AK-47 me 30 copë fishek, 2 bomba tymuese, një pistolet me gaz dhe një flamur me mbishkrim Kosova është Serbi. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është liruar në procedurë të rregull, thuhet në njoftim. Shumë seanca po shtyhen për shkak të temperaturave të larta në Pallatin e Drejtësisë. Objekti i këtij institucioni ende nuk e ka zgjidhur problemin e klimatizimit për shkak të, siç thuhet, kostos së lartë. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në gjykatën themelore në Prishtinë, Besim Spahiu, tha se pas kërkesës së tij për të rregulluar klimën në ambientet e Pallatit të Drejtësisë, u bën një sanim i vogël i klimatizimit. Me datën 10/06/2026 i drejtohem me shkrim menaxhmentit të gjykatës, sekretariatit dhe këshillit gjyqësor për mungesë të klimatizimit, por nga ta nuk marr asnjë përgjigje. Kurse me datën 17/06/2026 shkoj në këshill gjyqësor për të kërkuar sqarim rreth problemit të klimatizimit, ku aty takuam me kryesuesin e këshillit dhe drejtorin e sekretariatit dhe më informojnë se kanë angazhuar një ekip për sanimin e problemit të klimatizimit dhe më premtojnë se brenda 10 ditësh do të rregullohet klimatizimi në një masë të konsiderueshme
pasi për sanimin e problemit me klimatizim të plot, na duhet kohë dhe mjete buxhetore në të cilat as Këshilli as Sekretariati për momentin nuk i kanë në dispozicion. Me datën 25/06/26 kemi një sanim të vogël të klimatizimit, ku sipas ekipit punus të angazhuar në terren, pritet që sistemi i klimatizimit të jetë plotësisht funksional për pak ditë. Gjithashtu vlen të theksohet se ka pas kërkesë nga administrata e gjykatës për reduktimin e punës. E unë si kryetari i sindikatës, me datën 01/07 jam drejtuar me kërkesë zyrtare menaxhmentit të gjykatës dhe Këshillit Gjyqësor, duke kërkuar reduktimin e përkohshëm të orarit të punës për shkak të temperaturave të larta dhe kushteve të rënda të punës në pallat. Kjo kërkesë është bërë duke pasur parasysh se sistemi i klimatizimit nuk funksionon në kapacitet të plot dhe temperaturat e larta po e vështirësojnë seriozisht punën e të gjithë punonjësve dhe zhvillimin normal të proceseve gjyqësore. Normal, unë e përshëndes vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të autorizuar kryetarët e gjykatës që sipas vlerësimit të situatës të ndërmirën masa për mbrojtjen e shëndetit të punonjësve gjatë kësaj periudhe me temperaturë të larta. Presin që këto masa të zbatohen sa më shpejt dhe njëkohësisht të përfundojë rregullimi i plot i sistemit të klimatizimit në mënyrë që të sigurohen kushte normale dhe dinjitoze për punë. Por unë deri më tani nuk kam pranuar ndonjë njoftim zyrtar për këtë vendim. Për vështirësitë që po shkaktohen nga temperaturat e larta në sallat gjyqësore, ka folur edhe avokati Arbër Jashari, i cili tha se Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë i ka shtyrë të gjitha seancat që janë vlerësuar si jo urgjente. Hiq më larg se këtë javë e kishim një seancë i cila ishte paraportë gjatë gjithë ditës në departamentin për të mitur, por kur erdhi mesi ditës, pra kur u kthym pas pauzës, pothuajse ishte e pamundshme të qëndrohet në ato salla. Nuk është e lehtë një punë si avokatia ose si çështja e përcjelljes së seancave do shumë koncentrim, do që t'jemi gjatë gjithë kohës të jemi si thosh komoditet dhe të kemi komoditet dhe temperaturat e larta pothuajse e bëjnë të pamundur që truni të veproj dhe të operoj dhe kushdo që merr pjesë në seancë ta jap maksimumin ose ta jap më të mirën e vetës. Prandaj, si isha duke thënë, në javën e kaluar, gjatë sesionit e pasdites, pothuajse ishte pamundur të bëhet seancë ku njëra prej palëve gati sa su alivanos pe temperaturave të larta, sepse nuk janë veç temperaturat, ai objekt ka probleme edhe me aerosjen. Prania e oksigjenit në ato objekte është pothuajse më vogël se sa është e rekomanduar ose se sa duhet. Departamenti Special i Gjykatës Themelore pothuajse i ka shtyrë gjitha seancat të cilat nuk janë urgjente. Shtyrja e seancave ndikon drejt për drejt në të drejtat e palëve në procedurë penale. Pra, sa që një seancë shtyhet, të drejtat e dikujt shkilen. Shkilen të drejtat e pandehurve, zakonisht kur ata janë në masën e paraburgimit, shkilen edhe të drejtat e palëve të dëmtuar. Ndërkaq zëdhënësja për media në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi, në një përgjigje me shkrim, thotë se ka një përmirësim të gjendjes sa i përket temperaturave në salla gjyqësore. Gjykata Themelore në Prishtinë është në dieni për vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me të cilin kryetarët e gjykatave autorizohen të ndërmarrin masa për reduktimin ose pezullimin e punës, nëse paraqitet nevoja si pasojë e temperaturave të larta. Megjithatë, në Pallatin e Drejtësisë gjatë 2 ditëve të fundit është vërejtur një përmirësim i gjendjes sa i përket temperaturave në ambientet e punës, përkatësisht sistemi i klimatizimit ka filluar të funksionojë. Në këto rrethana, gjykata aktualisht nuk e vlerëson të arsyeshme ndërmarrjen e masave për reduktimin ose pezullimin e punës. Megjithatë, gjykata do të monitorojë në vazhdimsi situatën dhe nëse paraqitet nevoja, do të zbatojë masat e përcaktuara në vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së gjyqtarëve, stafit administrativ dhe palëve.
Të hënën, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka autorizuar kryetarët e gjykatave të Supremës, Apelit, Administrativës, Komerciales dhe Themelores në Prishtinë që të ndërmarrin masa për shkak të temperaturave të larta që mbizotrojnë në Pallatin e Drejtësisë. Raportimi i mediave në Kosovë për ballafaqimin me të kaluarën mbetet një nga sfidat më të mëdha të gazetarisë përkundër numrit të madh të storjeve që publikohen. Mungesa e gazetarëve të specializuar, raportimi sipërfaqësor, mungesa e kontekstit dhe dominimi i narrativave të njanshme ishin ndër temat kryesore të diskutimit mbi rolin e mediave në drejtësinë tranzicionale. Autori i punimit, gazetari Besian Beha, ngriti shqetësimin për mungesën e të dhënave zyrtare që sipas tij e vështirësojnë raportimin profesional. Shteti nuk e ka një database konkrete me dhona se sa njerëz kanë qenë vramë në konfliktin e fundit, sa janë të zhdukur, të gjitha këto të dhona ofrohen prej shoqënisë civile. Normalisht një punë shumë e mirë që është bërë është Instituti për Krimet të Luftës, i cili tashmë është në punë e sipër që ta bëj këtë database, sepse mbase mundet me tingëllu që nuk ka përgjegjësi të mediave. Në shumë raste e përmend për shembull që kur raportojmë për pasojat që i ka pas konflikti në vitin 98-99, fejtësi është vetëm të shqiptarët, ose për shembull ka pas ekstremisht pak storje kur flasim për viktimat që janë të komuniteteve tjera rom, ashkali, egjiptian, edhe serb. Ndërsa gazetarja hulumtuese Serbeze Haxhiaj tha se raportimi për luftën në Kosovë është i dominuar edhe tutje nga narrativa që varfërojnë gazetarin. Në fakt është një narrative rrënjosur, e cila është shpeshherë thellësisht politike dhe thellësisht nacionaliste, e cila po shkon duke u bë gjithnjë më e fortë për shkak se e gjithë çështja debati publik në Kosovë është ato që një farë lloj kopjimi që na e bëjmë Serbisë ose çush neve Serbia na mban. Por se çka shen në mediat e Kosovës dhe çka është kjo thellësisht politike në kuptimin që lufta ose luftën e ka bën një subjekt politik, që tenton, domethënë derivon kemi pas dy lloj luftash për merita në raport me UÇK-n ose në përgjithësi rezistencën e armatosur dhe rezistencën bajsore, dhe në vitet e fundit që gjykata speciale ka ndikuar shumë në ndryshimin e këtij narrativi në Kosovë, dhe tash kushdo që fol për luftën ose për UÇK-n, ti është e lehtë edhe për kon vatanaj. Edhe kur raportohet në media këto. Do të thënë është një diskurs edhe goxha komad i krijuar, do të thënë, rreth luftës, rreth viktimave, rreth gjykatës speciale, këto. Dhe çka ki në media në Kosovë, ki një raportim shpeshherë çrëditën. Kurse Blerta Dalloshi nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës përmendi trajnimet e specializuara për gazetar për raportimin mbi drejtësinë tranzicionale. Sigurisht Asociacioni Gazetarëve të Kosovës është duke punuar në këtë drejtim sa i përket çështjes trajnimit të gazetarëve për ballafaqimin të kaluarën, për raportimin për ballafaqimin me të kaluarën. Së fundmi e kemi pasur edhe një trajnim për trajner, do thotë, sepse kemi mungesë të ekspertëve për të çështjes. Me sa e diun, edhe në Universitetin e Prishtinës, në dikën e gazetarisë, nuk ka, do thotë, programe të veçanta dhe duhet një fokus i veçantë që të ketë edhe programe të veçanta që edhe gazetarët e rinj sa janë në universitet të mësojnë më shumë se si duhet trajtuar këto tema kaq të ndjeshme për vendin. Vazhdojmë edicionin me një çështje problemore në trafik. Policia ka intensifikuar kontrollet ndaj trotinetëve elektrik në Prishtinë, duke gjobitur dhe sekuestruar mjetët e drejtuesve që shkelin rregullat e trafikut. Qytetarët kërkojnë masa edhe më të ashpra për të parandaluar rrezikimin e këmbësorëve, sidomos fëmijëve dhe të moshuarve. Policia e Kosovës ka nisur një aksion ndaj përdorimit të trotinetëve elektrik në kryeqytet, për hir të sigurisë në hapësirat publike dhe respektimin e rregullave të trafikut. Kontrollet po zhvillohen në sheshet dhe në zonat më të frekuentuara, aty ku lëvizja e trotinetëve është ndaluar me sinjalizim rrugor.
Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, në kuadër të angazhimeve për garantimin e rendit publik dhe sigurisë së qytetarëve, është duke zbatuar planin e veprimit me fokus te trotinetët elektrik. Gjatë patrullimeve dhe monitorimit të vazhdueshëm, zyrtarët policor fillimisht kanë zhvilluar aktivitete vëdijsuese, duke informuar personat që qarkullonin me trotinete elektrike dhe bicikleta në sheshe se qarkullimi i tyre në sheshe është ndaluar me sinjalizim rrugor. Ndërsa përkundër vajzësit që nuk kanë respektuar dispozitat ligjore, janë ndërmarrë masa në përputhje me ligjin për rregullat e trafikut rrugor. Ndaj 7 drejtuesve të trotineteve elektrike janë shqiptuar gjoba në vlerë prej 150 eurosh. Po ashtu, trotinetet elektrike u janë sekuestruar. Kontrollet dhe aktivitetet vëdijsuese do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa ndaj çdo shkelësi do të merren masat e parapara me ligj. Po mendoj që duhet mirët komuna me mbikëqyrje çfarë po ndodh në shesh, nga se gjithsesi mbetet prioritet kalimi nanave, fëmijëve, të moshuarve. Po me rrok qikera e sakatën, ma pa tjetër me hjek, jo bilen shesh sidomos. Këngojnë ato në për qytet, por do të po zanë cakto. Çekën e për njerëz, mund të ja vrojë fëmijën, dikujt mund të ja vrojë plakun e shtyn tona. Po i ko halaj fort. Se të hinë unë e tjadësh, të jetë e vëzit kjera, e shko dherë para humsh atë. Me bo me rëk, qa me bo, është fatkeqësi. Eksperti komunikacionit Nol Deda thot se përveç respektimit të ligjit, sfidë mbetet dhe mungesa e infrastrukturës së përshtatshme për këto mjete. Sipas tij, Kosova ende nuk ka kursit mjaftueshme dhe hapësira të dedikuara për trotinetet elektrik për të mos rrezikuar këmbësorët. Ajo që është shumë e rëndësishme, më së pari duhet mi përkufizu formën dhe mënyrën e lëvizjeve edhe moshën të cilën mund me drejtu trotinetat. Trotinetat mund me shfrytëzu shëritën e qarkullimit të kombinuar. Dhe thëtë shëritën e gjatë qarkullimit të automjeteve. Pastaj nuk mund me shfrytëzu shtekull e biciklistave, për shkak se zhvillojnë shpejtësi më të madhe se sa biciklat, ose që na përkufizojmë me shpejtësi 7.5 km/h. Nuk mund me shfrytëzu trotuarët, nuk mund me shfrytëzu sheshet, nuk mund me shfrytëzu vendkalimin të kamësorëve. Duhet më zbrit prej trotinetit edhe me shty trotinetin deri se ta kalon trotuarin. Domethënë këto janë parimet elementare të cilët një drejtues i trotinet duhet mi pas. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se kontrollet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke paralajmëruar se ndaj çdo shkelësi do të zbatohen masat e parashikuara ligjore. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Shqiptar, Skënder Hita, deklaroi se 3 zyrtarë të Vlenit, Bekim Çoku, Adnan Azizi dhe Hasim Murtezani, nuk janë penguar të hyjnë në Shqipëri, por ndalesa ka qenë për një person të 4 që udhëtonte me ta dhe i cili kishte pengesë ligjore për hyrje. Zyrtarët e Vlenit konfirmuan se janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut në shenjë solidariteti me personit që nuk u lejua. Autoritetet shqiptare nuk i kanë penguar 3 zyrtarët e Vlenit për të futur dje në Republikën e Shqipërisë, por pengesë ka qenë vetëm një person i 4 që ka qenë me ta dhe ka pasur pengesë ligjore për të futur në Shqipëri. Ky është sqarimi që dha drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Shqiptar, Skënder Hita, rreth rastit të dieshëm të Bekim Çokut, Adnan Azizit dhe Hasim Murtezanit. Arsye dje në pikën kufitare të Qafanës janë paraqitur 4 shtete me qëllim për të kaluar në kufi. 3 prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u shbër me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecnin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Edhe deputeti Bekim Çoku e konfirmoi se janë kthyer për shkak se nuk kanë dashur ta lënë vetëm personin e 4 që ka qenë me ta. Momenti që dëgjuam na u komunikua që njëri nga bashkëtarët tanë i refuzohet hyrja, ne vendosëm të kthehemi, tani jemi në Struk dhe ende nuk e kemi të qartë pse ndodhi kjo, ndërkohë neve e dim që ka disa ndalesa, disa refuzim hyrjes që janë bërë, që janë shqiptuar nga shteti shqiptar,
kryesisht shqiptar nga Maqedonia e Veriut, dhe kjo na bën të zemruar, të indinjuar pse na ndodh kjo. Nga ajo që tha deputeti tjetër Adnan Azizi, zyrtarët paraprakisht kanë dëgjuar nga aktivistët se ka ndalesa për të futur në Shqipëri, gjë që siç tha, nuk e ka besuar dhe se mund të ndodhë me njerëz zyrtar. Kësaj ngjarje ai dha edhe ngjyrë politike, duke aluduar tek mbështetja e protestave në Shqipëri, si dhe mbështetja që është dhënë për protestat e studentëve në Maqedoni. Është vërtet një situatë absurde, ka ndodhur kundërta që Shqipëria është përzi duke kërkuar ndihmë BDI-ja nga përfaqësues të zyrtarëve të shtetit shqiptar. Kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla ka dalë me përkrahje të hapur të protestës të organizuar nga BDI, një protestë absurde që s'ka të bëjë fare me interesa kombëtare. Pastaj edhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni ka dalë hapur me organizatorët, ka bërë edhe foto, i ka mbështet. Pastaj edhe ata cilët erdhën të protestojnë nga Shqipëria dhe nga Kosova, i ka prit edhe në ambasadë, por ne asnjërin nga ato nuk e kemi denoncu, as kemi kërku që shteti t'i shpall non grata. Për ngjarjen me reagim zyrtar doli edhe Partia Vlen, duke kërkuar nga autoritetet e Shqipërisë se nëse ka ndalesë për zyrtarët e saj, të dilet me dokument zyrtar se kush e ka marrë vendimin, mbi çfarë baze ligjore dhe për çfarë arsye konkrete. Nga Vlen thonë se marrëdhëniet ndërshqiptare duhet të ndërtohen mbi transparencë, respekt institucional dhe komunikim të qartë, jo mbi ndalesa të pashpjeguara dhe procedura që lënë vend për dyshime. Tu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, ndërkaq për informacionet më të fundit klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv.